Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Ditë të zije ndahet nga jeta figura e njohur e muzikës shqiptare. Bota e artit shqiptar është në zi pas ndarjes nga jeta të sopranës e njohur Luiza Çako në moshën 88 vjeçare. E njohur për zërin e saj të veçantë, interpretimet me ndjeshmëri të lartë dhe prezencën skenike elegante, Çako ka qenë një figurë që ka lënë gjurmë të pashlyeshme në muzikën klasike shqiptare. Luiza Çako ishte bashkëshortja e tenorit legjendar Gaqo Çako dhe nëna e kantautorit të njohur Piro Çako. Familja Çako ka qenë prej dekadash i simboli i artit të kultivuar shqiptar dhe kontributi i saj në këtë trashëgimi është i paçmueshëm. Me një karrierë që shtrihet për më shumë se gjysmë shekulli, Luiza Çako interpretoi role të rëndësishme në operat shqiptare dhe ndërkombëtare, duke sjellë në skenë emocione të fuqishme dhe një teknikë të rrallë vokale. Ajo mbeti e përkushtuar ndaj artit të saj deri në fund, duke qenë edhe mentore për preza të rinj artistësh. Figura e saj u veçua për talentin, profesionalizmin dhe modestin, ndërsa kontributi i saj në kulturën shqiptare do të kujtohet me respekt dhe mirënjohje. Ndarja e saj nga jeta lë një boshllëk të madh në skenën operistike dhe artistike shqiptare, por emri i Luiza Çakos do të mbetet përjetësisht i skalitur në historinë e artit tonë. Ngushëllimet më të sinqerta familjes dhe të afërmve.